është e pamundur që Erion Velia të jetë Edi Palar. E urren brenda Partisë Socialiste, jo më njerëzit e tjerë. E din se çka bër, e din se me çfarë lloj pabesie politike është sjell zoti Velia. Dhe të njëjtën gjykim hyn edhe zoti ish ministri i financave, sepse edhe ai është një nga njerëzit që nuk ka gojë të flas për moral. Por duhet t'i kthehem pyetjes tuaj, e cila është që a kishte të drejtë Velia kur bëri një akuzë të tërthort ndaj Ramës dhe pse e bëri ai këtë? Po sigurisht që Velia e di se kush ja ka bërë këtë, se është brenda mekanizmave të ndyra të Paris Tiranës. Ai e di, po nuk e ka kurajon që dalë dhe thotë, shikoni shqiptar, unë i kam bërë gjitha këto. I kam marrë sepse kështu luhej loja dhe kam dashur, kam ambicie politike, ju kërkoj ndjes, fajin për këtë e ka Edi Rama dhe të fillonte dhe të fliste haptas. Nuk e ka këtë integritet se ka pasur kurrë zoti Veliaj, këtë lloj integriteti. Dhe duke mos bërë këtë, ai praktikisht është duke i kërkuar pazar Edi Ramës. Dhe unë bëj një parashikim, është spekulim ky imi, por si Samir Tahiri, i cili doli i Palar, bëri disa vite burg, dhe me qira fjala, një nga mekanizmat më pervers është që zotit Veliaj tani, këto ditët e burgut, ky viti i burgut i quhet për 2 fish, sepse quhet para burkim. Dhe kur të dënohet, do t'i ulet dënimi me anë të këtij burgut në cilin ai po heroizohet në mënyrë mediatike. Dhe të gjithë këta bëjnë pazar me Edi Ramën. Unë spekuloj që zotit Velia nuk do t'i preket pasuria, të cilën e ka shumë më të madhe se sa ka dalë. Ato që kanë dalë janë vetëm pisliqet e vogla. Pasuria e tij është shumë e madhe sepse ka dhënë aq leje dhe ka marrë para në mënyrë të tmerrshme. Po t'i hyet pasurisë të gjithë tyre, ju dalin gjëra në emër kunetësh e baxhanakash që janë të paimagjinueshme. Do t'i lejohet pasuria, ajo që po bën Edi Rama me shumë finokëri është duke e mbrojtur teorikisht publikisht, por duke i shkatruar figurën publike. Mbas kësaj, Erion Velia nuk mund të jetë më kandidat për kryeministër sepse është djegur politikisht. Dhe kjo është ajo që intereson Edi Ramës. Nëse Erion Velia e ka vjedhur, Edi Rama është fort i kënaqur, është i kontrollueshëm. Edhe Sali Berishës, çudia më e madhe në këtë botë është që del Sali Berisha dhe mbron Erion Velin, siç e ka mbrojtur kur ishte kundër Nanos. Pra këta punojnë gjithë bashkë. Sot mërzitet shumë Partia Demokratike dhe kryetari i saj legjendar se nuk po respektohen procedurat. Nuk po respektohen procedurat. Ama kur ata thonin nanon burg ta marrim zvarr Edi Ramën, procedurat nuk duheshin respektuar. Po tani që është Veliaj dhe i cili që ju volit politikisht, pra kjo është një pocaqillëk, thon nga jugu, i tmerrshëm njerëzor dhe politik, dhe këta meritojnë të jenë në handrakun e historisë shqiptare, megjithatë fatkeqësisht ta drejtojnë shtetin shqiptar dhe duhet t'i analizojmë sot. Të ndalemi pak te pjesa ku Erion Velia deklaroi se ashtu siç e psoi ai mund ta psojë edhe Orgerta Manastirliu nëse zgjidhet në krye të Bashkisë së Tiranës. Në këtë rast, a ka Edi Rama një skenar që çdo eksponent brenda Partisë Socialiste që ngrihet afër nivelit të tij, ai ta godas, qoftë përmes drejtësisë apo qoftë edhe përmes diskreditimit publik? Përgjigjja e thjeshtë është sigurisht që po do ta zgjeroj pak nëse më lejon. Mekanizmi për të hyrë, për të bërë pjesë e Paris Tiranës, ku fitohen lek, ku bëhesh me emër, ku del në televizor, ku njerëzit thonë shefi, pra fiton shumë çka nga ana e pjesëmarrjes në publik, në jetën publike. Mekanizmi është fort i thjeshtë. E kontrollojnë kryetarët dhe kryetari ka nevojë që X-i ose Y-i të bëj të paktën një pislëg të vogël, që të jetë i kontrollueshëm, në mënyrë që nesër pas nesër të funksionojë ky mekanizmi që sapo shprehet i Edi Ramës. Edi Rama, siç e cilësova në gjykimin tim, është politikani më i zoti nga ana e poshtërsive ose më finok i 30 viteve të fundit. Kam rritur shumë çka që nuk do ta kishim rritur dot askush tjetër. Atëherë sigurisht që Edi Rama ka dosje të gjithë vartësve të vet, i ka shtyrë shumë kënd që ta bëjnë, shumë kujt i ka thënë gojarisht bëje këtë, siç vërteton rasti i zotit Ahmetaj, i cili nuk e kishte problem të vithte dhe të bëhej pasanik, po e ka problem që të bëhet kokturku. Dhe ikën dhe jeton në luks në Zvicër, duke u shprehur i persekutuar politik. Domethënë,
sikur të ishte portokalli ne do qeshnim, po kjo është realitet, ose mos t'jem vetëm i Top Channelit, ose secili nga programet e tjera humoristike, do t'ishte për qeshur, do qeshni me lot. E megjithatë ky është realiteti. Pra, të gjithë drejtuesit, Edi Rama i pari, po edhe Sali Berisha, edhe Ilir Meta dhe të gjithë, kanë dosje të varësve të tyre, cilët i kanë shtyrë, askush nuk hyn dot në politikë pa bërë një pisllik të vogël. Të rinjt në politikë merren në përkampingje, jalë etj, patronazhistët, Forumi Rinor, IPD-s, të gjitha këto janë pjesë e shthurjes dhe e zhbërjes së dinjitetit tyre në mënyrë të qatë atjen të përdorshëm për në politikë. Çdo politikan që rrin politikë sot duhet të ketë bështyrë dhe lëpirë disa herë. Merrni të gjithë deputetët një e nga një. Ose janë tani më veglat hapurat krimit, siç është ajo zonja Elbasanit, ose janë njerëz që kanë bështyrë dhe të cilët blehen o me një post deputeti, me një drejtor lëk, me ca para për të shkuar të luajtur në kazino në Maltëzi, e për gjëra të tilla banale, të cilat sot ata i konsiderojnë pjesë e jetës mondane. Pa këto, politika shqiptare është një lum, dhe unë mendoj që edhe me këto është një lum edhe më i madh. Si mendoni, a ka nisur të paktën prej kohësh lufta e fortë mes eksponentëve brenda Partisë Socialiste për të pasur admirimin e Edi Ramës nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe për të tentuar kreun e saj, apo Edi Rama tashmë e ka shndruar si partinë e punës që eliminon çdo kundërshtar të mundshëm që mund t'i dalë para? Unë përmenda pak më parë që Partia Socialiste, ashtu si dhe Partia Demokratike, kanë pasur gjithmonë përplasje të brendshme, dhe këto përplasje janë kontrolluar nga kryetarët përkatës. Njerëzit harrojnë se tashmë i ndjeri Nano mori dhe nxorri të palarat të gjithë atyre njerëzve me cilët qeverisi përpara dhe qeverisi mbrapa në të famshmin Komitet Politik Drejtues KPD, e cila u shndrua në një barsalet madhe që mezi prisnin njerëzit fillon të KPD-ja. Është harruar tani më, por gjithë ata njerëz quhen njerëz të nderuar e të tjera. Por është e pa evitueshme që brenda një force politike të ketë njerëz që duan, megjithatë duke qenë ndërtuar siç e thash më parë, në bazë të shërbimit që i bëhet udhëheqësit, në bazë të përdorimit, të nivelit të përdorimit nga udhëheqësi, atëherë problemi është i zgjidhur për udhëheqësit. Gjithmonë fitojnë udhëheqësit në politikën shqiptare. Nuk ka asnjë shans që të fitojë dikush tjetër. Shihni për shembull një njerëz që u mor, u ngret, ishte një njerëz që kishte një lloj profili. Unë nuk është profili i preferuar për meje, por brenda Partisë Socialiste, Erion Braça kishte një lloj profili. Kishte qenë kryeredaktor i Zërit të Popullit ose organit ideologjik, ishte një njerëz që kishte besueshmërinë bazë, ishte një njerëz që i kishte ndenjur PS-s shumë afër dhe në momente shumë të vështira, nëpër demonstrata e të tjera, kishte ambicie politike, sigurisht që ishte pjesë e llumit Paris-Tiranës, por nuk kishte hyrë në qeveri. Kishte ambicie për të hyrë në qeveri, u bë zëvendës kryeministër në momentin që u përbalt duke hyrë në pislliqet e qeverisë. Tani është e mundur që ai të përdoret hidhetej, është i pakënaqur tani, del në për protesta, mundohet të japi sinjale, por është e ka shitur atë kredin që kishte fituar ndër socialistët thjesht duke u bërë pjesë e llumit qeverisës. Kjo është monedha me cilën të blen Paria e Tiranës. Të blen me ambicien politike dhe atëherë gjitha luftrat e brendshme, ndonse ekzistojnë, dallimi është kur është i mbështetur nga fuqitë huaja, atëherë mund të ketë edhe ndonjë shans. Por zakonisht çdo kryetar që i ka mend në vend, siç është Edi Rama ose Sali Berisha, nuk ka asnjë shans që të hidhet të rrëzohet së brendshmi. Fatos Nano ishte një përjashtim, sepse Fatos Nano me arrogancën e vet i kishte bërë gjithë kundër. Dhe gjithë këta që e qajnë sot të ndjerin Nano, nuk i kanë ngretur telefonin rreth 90 ditë. Mbasi ai humbi zgjedhjet dhe nuk janë ngretur partia vet telefonin. Njeriu të cilin e kishin heroizuar dhe kishin thënë as buk nuk duam, vetëm pajtohu me Ilir Metën. Pra, kjo mund t'ju japi një lloj ideje se i harrojmë ne shpesh në shqiptarët, jemi njerëz që harrojmë kollaj. Një lloj ideje se kush janë këta, si sillen këta dhe si janë marrëdhëniet e tyre të brendshme. Këta janë një tryezë kobrash, të cilat pickojnë njëri tjetrin, por në fund e dinë që të gjithë
duhet të jenë bashk, sepse gjella e tyre në mes të tavolinës janë shqiptarët dhe i çukisin të gjithë nga pak, aq sa kanë mundësi. Kush është në pushtet më tepër, kush është në opozit diçka më pak, por ndërkohë rrin me kokën duke të kthyer kokën majtas djathtas, duke parë nga njëri tjetri. Në momentin që ja gjejnë dobësinë njëri tjetrit, kafshojnë pa asnjë lloj mëshire dhe njëri tjetrin.